Përshëndetje, ky është edicioni i parë i lajmeve këtu në Report Televizion. Do të jemi bashkë për gjatë minutave në vijim. Do të jemi tani me njëherë me titujt kryesor. Disa vatra zjarri në fshatrat Prisk dhe Lundër të Tiranës, ku 3 objekte të pabanuara u dogjën dhe sipërfaqet mëdha u përfshin nga flakët. Zjarri në lagjen e bazët Krujës ka përparuar pranë 10 shtëpive, disa prej të cilave u braktisën nga banorët, ndërsa një helikopter po punon për shuarin e flakëve. Zgjerohet perimetri i vatrës së zjarrit në masivin pyjor në Lofkënd, Ngraçiet, Mallakastrës, ndërsa prej 3 ditësh digjet masivi në parkun kombëtar të Lurës. Kryeministri Rama mblodhi për 4 ore gjysmë 20 kryebashkiak socialist në Kuç të Vlorës, me të cilët nisi takime konsultative për propozimin e reformës territoriale, që redukton në 46 nga 61 numrin e bashkive. Report Televizion mësoi ekskluzivisht se Rama u përplas ashpër me 4 prej krerëve të bashkive që preken, veçanërisht me Adriatik Zotkajn e Poliçanit dhe Juliana Memën e Dimalit. Tensione dhe përplasje fizike u pan në kuvendin e Kosovës mes deputetëve të opozitës dhe disa përfaqësuesve të vetëvendosjes. Në qendër të debative ishte çështja e konstituimit të parlamentit, ndërsa kryeministri Kurti përsëriti ftesën për takim për PDK-n, LDK-n dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Irani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten në mosmarrveshje për të rënë dakord për një fund të përhershëm të luftës në gjirin persik. Sipas mediave amerikane, duke cituar një burim iranian, nuk ka ende përparim në bisedime për të ringjallur marrëveshjen e përkohshme, të rënë dakord në qershor dhe për të përcaktuar një afat kohor për zbatimin e saj. Spektakli Eklipsi diellor nisi dje me perëndimin e diellit dhe mahniti vëzhguesit në Shqipëri dhe Europë. Ai ndodhi për herë të parë në mënyrë të dukshme që nga 1999. Në vendin tonë eklipsi diellor u pa pjesërisht për shkak të koordinatave gjeografike, ndërsa spanjollët dhe islandezët ishin më fatlumët.